Analiza të reja gjenetike të gjakut të Adolf Hitlerit kanë zbuluar të dhëna të jashtëzakonshme për origjinën dhe shëndetin e tij. Një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh analizoi një copë të njollosur me gjak nga divani i bunkerit ku Hitleri vrau veten, duke konfirmuar se gjaku ishte realisht i tij, pasi përputhej me ADN në një të afërm i mashkull. Gjetja e parë e rëndësishme, Hitleri nuk ishte prej ardhje hebraike, një thashëthem që qarkullonte prej një shekulli. Për më tepër, analiza sugjeron se ai vuante nga sindroma Kallman, një çrregullim gjenetik që pengon zhvillimin e organeve seksuale. Më të debatueshme janë rezultatet që tregojnë një predispozit të lartë gjenetike për autizëm, ADHD, skicofreni dhe çrregullim bipolar. Ekspertët theksojnë se kjo nuk është diagnozë dhe nuk nënkupton se ai kishte këto probleme neurologjike. Pikërisht kjo gjë ka ngritur shqetësime për stigmatizim dhe për etikën e studimit. Disa shkencëtarë quajnë analizën tepër spekulative, duke paralajmëruar se gjenetika nuk mund të shpjegojë sjelljen njerëzore apo krimet historike. Organizata e autizmit në Britani kritikoi dokumentarin mbi studimin ADN-ja e Hitlerit, gjurmët e një diktatori, duke e cilësuar si të pandjeshëm dhe keq informues. Nga ana tjetër, studiuesit e përfshirë argumentojnë se kërkimi ishte i pashmangshëm dhe se mund të ndihmojë të kuptojmë më shumë figurën historike të Hitlerit, përsa ko interpretohet me kujdes dhe pa sensacionalizëm. Pavarësisht polemikave, rezultatet tani janë në rishikim shkencor, dhe sipas ekspertëve, përgjegjësia bie si tek shkencëtarët, gazetarët apo shikuesit për të interpretuar me maturi dhe pa krijuar stigmatizim.